Atëherë rikthehemi me bisedën në studio. E kemi kryetarin e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Feton. Faleminderit shumë që je sonte me neve, Arben. Besoj diskutojmë për basketbollin pak më gjërësisht. Faleminderit shumë na përftesën, gjithmonë kënaqësi me qenë edhe pranë teje dhe pranë shikuesve tu. Pyetja e parë normalisht ka startuar Superliga e Kosovës, një formë interesante e startit, është dorën zamër tash, nëse mundemi me thoj za rezultate befasuese të xhiros parë. Çështë dok xhiro e parë e Superligës Kosovës këtë edicion. Po xhiron e parë menze filluam as parë, do duhet me thonë. Menze filluam për shkak të zënjes palestra, për shkak të zgjedhjeve, po do thotë e gjetëm një falloj kompromisi për ta filluar këtë xhiro të parë, do të humbim dytën në tretën për të vazhduar bit katërt se tutje, po shpresoj me ritëm normal. Qysh e parë xhiron e parë me rezultate befasuese edhe te. Në realitet do të thonë të në basketboll nuk është që ka shumë rezultate befasuese, tash 3-4 vjet do të thonë secili e mund secilin, po thuaj se kështu që ka qenë e pritshme me pas befasi, po që do të fitojnë 4 ekipet mysafire në 4 ndeshjet e para, vërtet asun se kom prit për veti. Do thotë më gëzoj shumë ajo që e pash që klubet tona e vërtetun ato që na kemi prit, se prej do të fundit sezonit kaluam secila prej tyre ka punuar në mënyrën e vet për të përgatitur për këtë stinor, edhe e vërtetun, po më duket e vërtetun që do të kanë punuar me shumë seriozitet për gjatë tën verës, edhe tash janë të gatshme për të hyrë garës. Mos harrojmë naim do të kemi 4 ekipe për këtyre tetëve të cilat i kemi në Superligë, do të 4 prej tyre luajnë për gara ndërkombëtare, 2 gara të gjysma e Superligës. Gjysma e Superligës në realitet veç është angazhuar edhe në gara ndërkombëtare, dhe kjo natyrisht nën kupton që ato duhet të jenë të gatshme, qoftë me fond lojtarëve, qoftë me trajner shumë cilësor, cilësi vet do të thotë ndoshta kemi më cilësor në erën historinë e Superligës tonë basketball, dhe jam përgatitur me kohë. Është fatkeqe kjo do të thotë që po i humbim 2 xhiro, po çfarë të bëjmë? Edhe ne jemi Kosovë dhe duhet të përshtatemi këtyre kushteve të cilat na imponuan. Patjetër që do të më diskutoj pak më vonë për atë se është bërë shumë e madhe edhe ka ndikuar te sportet tjera. Doshta më ndal masi po diskutojmë për cilësinë e Superligës, tu fillu pej Prishtinës, Trepça, Peja, Golden Eagle Ylli, shumë skuadra kanë trajner të nivelit jashtëzakonshëm si vjet. E përmendet mes rreshtave edhe ti që ndoshta është një për edicioneve me trajner më të mirë në Superligë. Tash për hir të së vërtetës ne edhe para 2 vitesh kemi pas në një moment 3 selektorë në Superligën. Po, e vërtet. Do thotë edhe kjo është diçka se selektorë në botë janë 195 krejt, kështu që do thotë kemi pas një fond të mirë selektorëve dhe atëherë po tash do thotë po e shoh që trajner vërtet kanë investuar jashtëzakonisht shumë, e kanë kap seriozitetin e angazhimit të trajnerëve të mirë. Edhe një gjë që është si vjet ndoshta pak sa më e shpirtshme se vitet e kaluara është që edhe ndihmës trajner kemi marrë të huaj më shumë si vjet. Unë besoj që kjo i sjell cilësi, sjell pozitivitet dhe sjell avancim për ligën tonë, por edhe ato përforcimet që i pam të gjitha ekipet duhet me thonë pa përjashtim, do të qofshin humsa ose po fituese të kësaj xhiroje të parë, na japin me shpresu që kemi me pas për një ligë të mirë edhe një sezon të mirë si vjet, ndoshta edhe më të mirë ndonjëherë, sepse këto 2-3 vitet e fundit se cilin vit kur kam dalë në kësi prononcime publike kam thonë ky është sinori më i mirë dhe vërtet ka qenë ashtu, po. Amo kjo është pozitive kur thu. Shumë pozitive kur po mbien me thonë që po shpresoj që edhe si vjet ndoshta ta kemi më të mirë ndonjëherë që kemi pas Superligë. Natyrisht se nuk është e lehtë për asnjë prej këtyre klubeve, do të kanë bënë një punë të jashtëzakonshme, duam i përgëzuar të gjitha, e kanë bënë një punë të jashtëzakonshme për të përgatitur për këtë stinor. Nuk është e lehtë, ne e dimë se cila është klima jonë, e dimë se sa ka infrastrukturë në dispozicion për to për të punuar ashtu siç duhet. Ti e përmendë do të thotë edhe rivalitetin në thojza apo e quajtë të cilin e kemi neve edhe me sportet tjera, sepse të njëjtat impionte sportive duhet të shfrytëzojmë të gjitha bashkë. Kështu që po mundohen me bosë secila prej tyre në punën maksimalisht dhe edhe më së miri që mundën. Për shembull, për mua është befasuese paraqitja Raovecit. 0-9 këtë xhiro të parë mundi borën si ekipi i cili ka hyrë prej ligës së parë, po gjithashtu dhe rezultate tjera, megjithëse po them do thotë janë të pritshme, shumica prej tyre, por për mua kanë qenë befasi spaku 2 apo 3 pikë këtyre 4 rezultateve të cilat i kemi pa. Shumë herë shtrohet pyetja pse basketbolli ngec te gjeneratat e reja dhe në prodhimin e basketbollistëve, për shembull kur krahasohet me futbollin. Po si vjet e pash një farë tendencë të vogël të disa skuadrave, se kemi pas një javë diskutimin me skuadrat në studio, e pash një tendencë për me punu pak më shumë ka akademitë. Tash me folë të vërtetën do të thotë ne i kemi 2 gjëra të cilat i bëjmë jashtëzakonisht mirë, si komunitet po flas si basketboll. Ne e kemi vullnetin edhe e kemi dëshirën. I kemi edhe mjetet financiare për këtë punë. Ajo që nuk kemi për momentin, do thotë janë 2. E para është nuk kemi infrastrukturë sportive të mjaftueshme për të zhvilluar tamam
talentet të cilët i identifikojmë me të cilët punojmë deri në moshën 14, 15, 16 vjeçare, por të bëhet kalimin prej 16 në 18 në senior, do të thotë është që aty bëhet krejt thymja në fund na im, do të thotë aty o kalon o nuk kalon tutje. S'ka mes. Po jo, na i kemi problemin që nuk i ku me e bo, por derisa futbolli është industri tjetër, jo si sport, është industri tjetër. Me sportet tjera ne qëndrojmë relativisht mirë. Në krahasim me sportet, të gjitha sportet tjera në Kosovë, ndoshta edhe më së miri. Që na përket, sepse jemi sporti më i popularizuar në Kosovë, dhe na përket me kon më të mirët mes të barabartëve. Por mungesa e infrastrukturës sportive na e pamundson, sepse ne bëjmë prej anës federatës, edhe këto duam me thonë, në bashkëpunim me klubet, në pajtim me klubet, vendosim, imponojmë kuota për investim, vendosim detyrim për punë në zinxhir prej U10 kemi si vija deri në U18, secili klub i Superligës duhet të ketë të gjitha kategoritë garojnë në nivel apo në gara zyrtare të FBK-s, e tjera, do të ka shumë masa të cilat ne i ndërmarrim. Ka gatishmëri të klubeve, për fat keq infrastruktura nuk është aty. Kjo është e para. E dyta është që diçka në të cilën ne mund ndikojmë shumë më shumë. E kjo është avancimi i trajnerëve. Edhe ky do të jetë fokusi, e kam thënë, do të thotë që prej vitit 2025 dhe vitin 2028 ky do të jetë fokusi kryesor i Federatës Basketbollit të Kosovës, në mënyrë që të kemi edhe ku, po edhe kush me na i mësu këta fëmijë. Jemi duke u përpjek edhe kam pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Mëkati është se po të ndërprej, mëkati është që ka potencial. Absolutisht, ka potencial, ka dëshirë. Kemi dashurinë për basketbollin, se nuk janë këto atleta, do të thotë shumë vende që e kanë potencialin, e kanë gjatësinë edhe më të madhe se na. E kanë edhe predispozitat fizike më të mëdha se na. Po ato duhen me luftu disa sporte në të njëjtën kohë për t'i marrë ata fëmijë. Ne fatmirësisht, do të thotë në Federatën e Basketbollit ose në klubet tona, në komunitetin tonë basketbollit, ne këtë problem nuk e kemi të theksuar. Do të thotë ata fëmijë të cilët ne jemi në gjendje me i joshka basketboll, ata arrin basketboll. Sepse dojnë basketbollin, do thotë dojmë ka popularitet të mjaftueshme. Kanë basketbollin edhe ditën e mirë. Po, por problemin e kemi se ku duhet punojmë ata. Do thotë ne kemi bënë një analizë gjatë kësaj vere për të nxjerrë disa dhëna dhe për të pasur se sa punohet me fëmijë. Nëse ti më thu që ekipi U16 ushtron 4 herë në javë, edhe lun një ndeshje, ajo është e pamjaftueshme. Edhe 5 është e pamjaftueshme. Po unë i kuptoj edhe klubet tona, sepse edhe ato nuk kanë ku me ushtru më shumë se kaq. Ne shfrytëzojmë palestrat e shkollave, të cilat as lehtësojnë kur far kriteri. As në kuptim të dimensioneve të basketbollit nuk janë të mjaftueshme. Mura rrokash. Koshi është i vendosur në mur, auti është drejt në ato paralelet. Do të thotë e dim na mund. Po edhe ato nuk mund të shfrytëzojmë do të thotë deri në ora 4, spaku, derisa të ketë mësim. Kështu që klubet tona, nëse i ki 4 për shpenzojmë, të klubet të Superligës duhet të kenë 4 gjenerata të reja. Ku kanë më ushtru? 4 gjenerata të reja dhe ka sa herë dit. S'ka shans. Kështu që na duhet me punu me ngulm, me kriju infrastrukturë të re si qendra trajnimi. Fatmirësisht e kemi pas përkrajen e qeverisë, por me i zhvillu palestra të tilla, do të thotë ne kemi përgatitur si federate, kemi pagu vet, kemi investuar me përgatit një projekt. MKRS-ja na ka përkrah këtë projekt, i ka nda fundet tash mbetet komunave me i caktu lokacionet. Për fat keq, s'kemi mri me i caktu ende lokacionet e tash po bëhet do të thotë mjeteve që janë zotuara për vitin 2025 që na iku. Kështu që nuk përderisa për shembull për të parat i kemi Prishtinën dhe Prizrenën në plan për shkak se janë më masive, ka Prizreni ka më shumë të klubet basketbollit në Kosovë, më shumë edhe si Prishtina si kryeqendër e ka merituar këto natyrisht se ka shumë masivitet këtu. Për fat keq përderisa në Prizren jemi pak sa më të avancuar me ndarjet të lokacionit për me me izotu mjetet që prej vitit tashmë me fillu mos me hum sepse kemi zotimin e qeverisë do të duke na prit në realitet si komunitet. Nuk në Prishtinë do të jemi pak sa më mrapa me procesun, po shpresoj që ose po atriboj fajin faktit që ka qenë është avizë zgjedhor, po kisha dashur që në momentin që këto zgjedhje kryhen vërtet të kemi kryetar komunash dhe konvende funksionale të cilat na mundsojnë këtë ndarje sa më shpejt që të jetë e mundën, sepse po e shohim këto palestra nuk do të shërbejnë veç basketbollit. Do të thotë po që na e kemi marr, kemi qenë udhëhes të procesit, po që është kërkesa jon, po që na kemi bërë investimin deri tash, janë disa dhjetra nëse jo 100.000 euro që i kemi pagu deri tash për me mrit deri në këtë pikë, po ato do të shërbejnë të gjitha sporteve me dorë dhe futsallit. Madje të gjitha sportet e tjera që organizohen brenda se llogaritet si kolektive pastaj. Po natyrisht, këto palestra janë të
të dizajnuara asaj që i kemi 3 terrene të cilat mund të shfrytëzojmë në të njëjtën kohë në basketball dhe në volejboll ose një terren të madh të handbollit ose të futsallit, po. Kur tha e pata sekretarin e Federatës së handbollit, tha palestrat e fundit që ndërtuan në vitin 74-75 aty dikur, edhe ka qenë një ngjarje e madhe si më thon kampionat evropian për të rinj, kur është ndërtu në secilin qytet, edhe prej atëherë më 7 palestra që i kemi në Kosovë, për pak meti ja pas ka huq me sapi, kuptoj, nëse s'ka bëjë ndërtu vitin 78 deri në 80. A 78, okej. Për më organizu kampionati. Se ko marrën e mirë. Kampionati botëror U20 i femrave në handball. Edhe në qatë periudhë ndërtu. Çto 7 palestra të cilat ne i gëzojmë edhe sot, do me thonë në 7 qendrat kryesore të Kosovës që ndërtu atëherë. Mundesh me imagjinu që prej atëherë deri sot, në secilin do të veç unë jam kryetari i federatës e 7 vjet e gjys. Në secilin prej tyre ka pas investime qindra mijë euro, nëse jo dhe milionshë në disa prej tyre, për të rehabilituar dhe për të qenë në gjendje me zhvillu ne gara normale në tu. Ku mbetet palestra do thot salla e madhe e Pallatit Rinisë Sporteve. Që do thot që 25 vjet për kur unë kam qenë lojtar kur është koll. Do thot unë u plaka, ajo ende mbetet e pa shfrytzueshme. Kështu që kemi shumë nevojë për impjante sportive dhe për infrastrukturë, për me mujt me na ndihmu krejt neve të cilët e kemi vërtet vullnetin për me punu në avancim. Po ideja është edhe te vendi dhe te shteti që dashnia mos më shpreh me fjalë, po më shpreh me fakte. Se ti ka të thuaj du sportin e përkraj sportin nëse me infrastrukturë jem prapa. Zvlen. Jo. Investimet të cilat janë bën infrastrukturë deri sot, ato riparime. Janë riparime. Ato riparime të cilat janë bën vërtet janë domosdoshme. Po. Se pa to s'kishte mund të zhvillu gara si. As me shfrytzu ato palestra disa prej tyre. Për shembull tash na e kemi dritën e Gilanit, e cila si vjet garon në ligën e parë, do të ketë palestër sigurt një vjet e gjys. Në rregull, rregullohet një ditë, kryhet ajo, vazhdojmë tutje. Po neve këto palestrat kryesore të cilat i shfrytëzojmë për mi zhvillu garat tona, ato mund të shfrytëzohen themi prej ekipeve kryesore të Superligës, ndoshta diku edhe prej ekipeve të Ligës parë. Po çka ndodh me këtë grup mosha tjera? Do të thotë ne kemi nevojë emergjente për impjante sportive të cilat do t'i shfrytëzojmë për trajnim, për zhvillim, për avancim. Ajo është kyçe. Do të thotë shumë shpesh më vjen thonë, ne kemi nevojë për një palestër me 10.000 ulse. Ne them jo, s'kemi nevojë për një palestër me 10.000 ulse. Do të ishte shumë e mirë me pasin palestër me 10.000 ulse. Edhe unë kam, do thotë në strategjinë tonë e kemi edhe kërkesa jonë për qeverinë është që po ta kemi një palestër, por ti paraprin një herë krejt të tjerat, sepse ne do ta kemi palestër me 10.000 ulse, në të cilën ne nuk do të kemi çka me kënd me lujt mas 4, 5, 7 vjetëve. Kështu që ne duhet mi pas këto si parakusht parë për me mri deri aty. Ne palestër me 10.000 ulse na jemi me mush si basketboll, që është sporti më i popularizuar dhe më i dashur dhe më i shikuar, me mush 5 vjet. Çka bën edhe 360 e tjera. Kështu që na duhet këto t'i kemi të parat. Prandaj duhet kemi do të mobilizim të gjitha palëve, do të edhe të autoriteteve komunale në këtë rast, fatmirësisht për qeverisë kemi pas përkrajen për këtë, po duhet kemi një strategji të gjithë përfshirëse si vend për sportin. Do të na e kemi strategjinë, veç tash duhet me fillu me implementuar, me materializuar. Edhe dy elemente. Tifozët vazhdon me qenë në fuqi kjo që tifozët mysafir nuk udhtojnë, a ka plane me u leju udhëtimi tifozëve mysafir? Apo po vazhdojnë një herë me këtë formën kështu? Unë mendoj që për momentin duhet vazhdoj status quo-ja. Duhet vazhdojmë kësaj, fatmirësisht kemi mjaftuar shumë tifozë vendas, të cilët dojnë mi përcjell ekipet tona, dojnë mi pa ekipet tona. Kemi kërkesa të vazhdueshme, duhet me thonë këtë, do të thotë gjitha tifozërive do të thotë që të lejohet udhëtimi, por për fat keq për shkak të shumë këfizimeve të cilat i kemi ne në për palestrat tona, do të thotë është pothuajse e pamundur me realizu diçka pa e pas atë frikën imanente që diçka e keqe do të ndodhë. Ne fatmirësisht deri në vitin fatkeqësisht në vitin 2022 kemi pas mjaft shumë probleme me tifozët dhe në këtë punë. E pe 2023 ose tutje kemi filluar me ul këto incidente dhe këto ngjarje të cilat na kanë ndodhur, kështu që ajo që është në interes basketbollit për momentin, natyrisht ajo që është në interes basketbollit do të përkrahet prej nesh, është që të vazhdojmë kësaj deri në një vendim tjetër. Ne kemi pas 2-3 raste edhe vitin e kaluar, kujtohet do të thotë finalja e kupës dhe finalja e superkupës, kemi pas tifozëri të dy ekipeve kundërshtare, fatmirësisht kanë shku mirë. Ato për që ta rrezikojmë gjithë që kemi arritë për ta sjellë basketbollin deri këtu ku është për shkak të
veprimeve të këqija të individëve brenda këtyre tifozerive, se asnjëherë nuk e atriboj një tifozeri apo tifozerive në përgjithësi këtë punë, po disa individ të caktuar do të thotë nuk janë në gjendje që të përmbahen nga një herë do të thotë në atë vlugun e lojës, edhe neve po na shkakton jashtëzakonisht shumë probleme. Jo neve si federat, po klubeve vetë ju shkakton probleme. Askush nuk don që të asociohet me një sport i cili është problematik, me një federat e cila perceptohet si problematike, e as më pak me një klub i cili perceptohet si problematik. Kështu që për momentin jemi këtu ku jemi. Një element që na intereson shumë, dëshirën e di tandën, po a mund bëhet në praktik? Adis Beqiragiqi është largu nga kombëtarja e Bosnjës, mbetet i lirë. E di që dëshira e Kosovës është për ta pas. A keni pas takim me to? A është diskutuar në herë mundësia që Adis Beqiragiqi me qenë selektori i Kosovës? Nuk kom pas takim me to. Nuk e kemi diskutuar formalisht asnjëherë këtë punë. As me Adisin, as do të pa Adisin, me thonë kështu. Do të nuk e kemi diskutuar kur këtë punë. Unë mendoj që do të Adisi është një trajner jashtëzakonshëm. E kam përsjell si vjet, do të edhe në ndeshjet që i ka zhvilluar në fazën e grupeve në Çipër. E ka bën një punë të jashtëzakonshme. Edhe atje do të me reprezentacionin e vet, me Trepçën më që 2 vjet kampion, po për te asaj do të mendoj që e ka bën një punë të jashtëzakonshme për me ngrit ekipën. Kam vlerësim shumë të lartë për Adisin, por nuk kemi të kurrë konkrete në këtë drejtim. Me KQZ duhet më kthy kësaj teme edhe një herë. Është dashur me sakrifiku shumë Federata e Basketbollit të Kosovës, është dashur me eliminu Superkupën e Kosovës. Për faktin që me përshtatë orarin mos më ngjesh shumë për Superligë. Qysh ka mundësi më ja shpjegoj për shembull dikujt në federatën ndërkombëtare që nuk mundesh me zhvillu garat, shkaku i zgjedhjeve. Me shumë vështirësi. Duhet me shpjegoj këto dhe po përpiqem maksimalisht jo vetëm si federatë, por edhe si klube. Po e bëj një digresion të vogël. KBP-ja 03 ka pas me lujt ndeshjen e Eurokupit të femrave, si vendas, nuk mundet me lujt. Është dashur më marr vesh me ekipin tjetër, e cili ka pas me udhëtu këtu, mi ia pagu të gjitha shpenzimet, biletat që i ka shpenzuar deri tash për mi ndrua ato bileta për një datë tjetër, edhe tash PEA 03 shkon në lunë atje si mysafir sepse s'mundet me lujt në Kosovë. Në bazë burimeve të mia edhe bashkimit i duhet me bë parafërsisht një njëjtën gjë me Cibonën. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me bashkimin me Cibonën, bile jemi shumë të lumtur, do të thotë un kam qenë në kontakt me klubin e bashkimit, do të jemi shumë të lumtur që kemi mrri me bin Cibonën me bokën ndryshe. Sepse klubet tona do të ne po tregojmë fleksibilitet, por këtë fleksibilitet nuk do të thotë që ta tregojnë secili klub, se atje për me blloku palestrën Dražen Petrović për një datë caktuar e mundet veç me qenë e në zonë. Kështu që do të thotë edhe bashkimi me 15-in e ka pas ndeshjen në Prizren, nuk ka me lujt në Prizren, po ka me lujt në Zagreb. Fatmirësisht kemi pas në 2 raste kemi pas marrëveshje edhe mirëkuptim mes klubeve. Po, çka ndodh me gjithçka tjetër? Do të thonë ne si komunitet do të thotë nëse i marrim veç shifrat e vitit kaluar, si vjet po besoj që kemi me të kaluar këto shifra. Ne kemi minimumit themi mes si komuniteti i basketbollit veç Superliga dhe federata, bashkërisht i shpenzon një 7 milion në vjet. Okej? Tash llogaritë çka ndodh nëse na duhet mi ashtu garat ekipeve tona për 3 javë. Ato do të thotë gjitha kontratat i kanë për 9 deri në 10 muaj. Nëse ashtojmë edhe 3 javë, na secilit për klubeve tona kemi mjaftuar një 10% të kostos, ashtu është. Heki këtu tash edhe biletat e aeroplanit, të cilat klubet tona i blejnë paraprakisht për të marrë çmime më të mira e tjera. Shtoja këtu edhe kostot e akomodimit, edhe të ushqimit këtyre njerëzve. Kështu që ne kemi qenë të detyruar me bë një prerje dikun për shkak të një imponimi i cili na ka bërë prej lart për autoriteteve tona. Edhe kur e kemi marrë kalendarin e garave me këshyr, nuk ka hapësirë. Kemi 4 ekipe të cilat 3 ekipe të cilat marrin pjesë në garat FIBA-s, një tek femrat dhe 2 tek meshkujt, edhe 2 ekipe të Superligës që e luajnë ligën e NBL, që është ligë evropiane gjithashtu. Ne nuk kemi hapësirë me vendos në mesjavë më ndeshje për me mujt me rikuperu këto xhirot, na 2 xhirove që humbëm. Xhiron e dytë dhe tretë, ne është dashur me zhvillu të dytën sot e nesër, të tretën të shtunën e dielën. Kështu që ne këto 2 xhirove që humbëm, jemi duke u frikuar që kemi me humbë edhe xhiron e ballotazhit. Sërish, s'paku një. Kështu që ne nuk kemi më hapësirë. Do thotë nuk është një harmonike e cila mund të tërhiqet pafund atje. Nuk kemi hapësirë me vendos të gjitha ndeshjet pa i dëmtu klubet tona deri në atë masë e cila më nuk është racionale. Kështu që çka kemi vendosur në bordin e federatës, unanimisht, 1-0, aty janë pranishme do thotë pothuajse gjitha klubet e Superligës, do thotë me anëtarët e vet bordit, ne 1-0 kemi vendosur që duhet ta bëjmë këtë prerje. Një prerje do duhemi me bë. Edhe e bënëm të Superkupa. A është e dhëmshme? Natyrisht është e dhëmshme. Nuk na pëlqen askujt kjo. Po
është një punë e cila është dashur më bën në mënyrë që me gjetë një zgjedhje praktike për me mujt me kry sezonin aty ku ne kemi menduar me kry prej fillimit, se falni. Domethënë kalendari i garave miratohet që në fillim. Ai miratohet në koordinim me klubet e Superligës, edhe me klubet e Superligës femrave. Ne nuk i marrim këto vendime në kry në vete, sepse nuk duam. Ne duhet me gjetë në këtë kalendar të garave dikun balancin mes asaj që është optimale për klubet, po edhe optimale për sportistat. Absolutisht. Se nuk muj me bo ligën 6 muj. Edhe me dëmtu sportistat tonë të cilët jetojnë prej aty në pagave. Kështu që ne duhet me gjetë një far optimumi, e kemi gjetë këtë optimum, të e ndash na u dashmë ju përmbajt. Zgjedhjet lokale, hajde të themi planifikuara, ballotazhi, nuk e di ma do të na ndikojë ajo, ende në një xhiro, po çka nëse sot na u shpall edhe ky vendim i gjykatës kushtetuese i plot më në fund, çka nëse do të kemi edhe një parë zgjedhje prap qendrore. Do me thonë, në realitet, unë të veç një thirrje duna me bo për shkak se ligji e mundson këtë punë, edhe duna me bo një thirrje për autoritetet tona që vërtet me mendu pak ma shumë për neve para se mi caktu këto palestra më shfrytzu si qendra të numërimit, se për dëgjues edhe për shikues ata që më na shikojnë në YouTube. Duhet me kuptu që palestrat janë bllokuara, 38 palestra të Kosovës janë bllokuara për shërbime qendra komunale të numërimit të votave. Jo për votim. Kështu që ai numërimi i votave më besoj fuqishëm që secila prej komunave mundet me gjetë një hapësirë tjetër se ligji këtë e mundson të shfrytëzohen palestra sportive ose hapësira tjera të mëdha të sigurta për këtë qëllim, kështu që unë kisha më u bë thirrje edhe duam me bëllë një falënderim ndaj nëse më lejon, do të thotë se vërtet me zotin Radoniçi KXZ-s do të kemi pas një komunikim të jashtëzakonshëm për të na minimizu kohën gjatë të cilës do të thotë KXZ ka nxon palestrat sepse nuk është këtu veç për klubet tona, nuk është këtu veç loja, nuk është veç këtu anulime, edhe shtyrja e kalendarit garave. Ku është të ushtru sot KBY-a? Më tregon ti mua. Kërkoneç. Nuk e di. Në një palestër në shkollë dikon. Kështu që edhe kjo i qet të gjithë prej ritmit. Do thotë ne kemi për tej Superligës tonë, të cilën e kemi super të rëndësishme, ne kemi dhe obligimin për paraqitje sa më të mirë në Evropë. Kjo edhe klubet tona të cilat po na paraqesin në Evropë është i nxjerrë totalisht prej ritmit, kështu që duhemi me mendu për një zgjidhje tjetër, po kur duhen me mendu autoritetet tona për një zgjidhje tjetër për ciklin arshëm zgjedhor. Arben Fetau, faleminderit shumë. Ju uroj shumë fat vazhdim të Superligës, shpresoj që këto probleme që kemi deri tash, që kemi pas dhe jeni ballafaqur me to, shpresoj eliminohen edhe gjendet një zgjidhje që këto mos më u përsërit, mos e janë dëmshme definitivisht. Faleminderit shumë.